Arrestohet spionja e ushtrisë, ish zyrtarja nxori sekretet elitare dhe ja dha një gazetari. Një skandal i rënd sigurie ka shpërthyer në SBA pasi FBI ka arrestuar ish punonjësen e strukturave elitare ushtarake Courtney Williams, e cila akuzohet se ka nxjerrë informacione tepër sekrete dhe ja ka dhënë një gazetari amerikan duke rrezikuar operacionet më të ndjeshme të ushtrisë. Sipas medjave si Associated Press dhe The Guardian, 40 vjeçar nga Carolina e Veriut është paditur nga një juri federale për shpërndarje të informacionit të mbrojtjes kombëtare, një vepër e rëndë penale që lidhet me shkeljen e aktit të spionazhit. Prokurorët thanë se Williams ka zbuluar detajet të klasifikuara mbi taktikat, teknikat, mënyrën e operimit të një njësie elitare të lidhur me US Army Special Operation Command në bazën Fort Bragg, një nga qendrat më sekrete të ushtrisë amerikane. Ajo kishte shërbyer aty nga viti 2010 deri në 2016 dhe kishte akses të përditshëm në materiale top sekret. Megjithatë, sipas hetimeve, mes viteve 2022-2025 ajo ka mbajtur kontakte të vazhdueshme me gazetarin Seth Harp, duke shkëmbyer 180 mesazhe dhe duke folur për më shumë se 10 orë në telefon, ku dyshohet se ka ndarë informacione të klasifikuara që më pas u përdorën në librin e tij të publikuar në vitin 2025, The Fort Bragg Cartel, Drug Trafficking and Murder in Special Force. Libri tronditi opinionin publik amerikan pasi pretendon se brenda forcave speciale ekziston një realitet i errët me akuza që përfshin disa pjesëtar për trafik droge, aktivitete kriminale, mbulim të incidenteve të rënda dhe një kulturë heshtje.